Eklipsi diellor ishte një spektakël për miliona njerëz, por për disa prej tyre, shikimi i drejt për drejt i diellit mund të ketë pasoja serioze. Pas fenomenit, kërkimet në Google për mëdhem me syt janë rritur ndjeshëm në disa vende, duke ngritur dyshime se shumë njerëz mund ta kenë parë eklipsin pa mbrojtjen e duhur. Në Britani, kërkimet për këtë frazë u rritën me rreth 1500%, ndërsa në Spanjë rritja ishte edhe më e madhe, rreth 5000%, dhe nuk bëhet fjalë vetëm për kërkime në internet. Në rrjete sociale, disa persona kanë raportuar dhimbje sysh, dhimbje koke dhe shikim të turbullt, ndërsa kanë pranuar se e kanë parë diellin drejt për drejt. Por çfarë mund t'i ndodhë syrit? Ekspertët paralajmërojnë për një dëmtim të retinës, të njohur si retinopatia diellore. Problemi është se dëmtimi mund të mos ndihet menjëherë. Në disa raste simptomat mund të shfaqen vetëm disa orë pas ekspozimit. Ato mund të përfshijnë shikim të turbullt ose të shtrembruar, njolla të errta në fushën e shikimit, dhimbje, skuqje të syve dhe ndryshime të papritura në shikim. Oftalmologu Alex Ioannidis nga Spitali i Syrit Moorfields në Londër paralajmëron se është gabim të mendohet se gjatë një eklipsi të pjesshëm është e sigurt të shikosh diellin pa mbrojtje. Në disa raste, shikimi mund të përmirësohet me kalimin e kohës, por dëmtimi mund të jetë edhe i përhershëm. Prandaj nëse keni parë eklipsin pa mbrojtje dhe më pas keni vënë re ndryshime në shikim, mos e neglizhoni. Një kontroll te okulisti është mënyra më e sigurt për të kuptuar nëse syri është dëmtuar.